Sot në ndark nis sezoni i tretë i Ferma VIP. Ky sezon po pritet me shumë kureshtje, pasi drejtimi është besuar Arbana Osmanit, ndërsa regjia Eduard Grishajt. Publiku po e pret me padurim këtë rikthim të Arbanës. Këtë vit, shtëpia e Ferma VIP 3 ka ndryshuar komplet. Është një ndërthurje mes tradicionales dhe modernes, si edhe ka më shumë kamera, ndërsa opinionist do të jenë 3. Një treshe interesante, Ermal Mamaci, Angel Shkira dhe Armina Mevlani. Sot pritet të hyjë në shtëpi 24 banor. Ja cilët janë emrat që aludohen. Mes emrave të përmendur deri tani janë këndetaret e njohura Jonida Maliqi dhe Soni Malaj, si dhe aktori dhe humoristi Elvis Pupa. Poetja dhe shkrimtarja Mimoza Ahmeti pritet të jetë një nga konkurentet që do të sjellë një dimension të ri në këtë garë. Lista vazhdon me emra të njohur nga bota e aktrimit dhe rrjeteve sociale, si Sara Karaj, Romir Zalla, Vanessa Sono dhe Akil Varfi. Po ashtu, në këtë edicion do të shohim figura të tjera interesante si Blerina Bajko, Gresa Sekiraja, Malbora Gurra, Fabiola Alezaj, Gjesi Loci, Indri Shiroka dhe Inida Gjata, si edhe Adi Pula, DJ Rafaela, Gona Sina, Beni Vacaj dhe Kuba. Gjithashtu, përflitet edhe për këngëtarin Fero dhe balerinin Ledian Agaliaj, ndërsa balerini Ilir Shaqiri, fituesi i Big Brother VIP 1, përflitet për rolin e kryeplakut. Ky sezon i tretë pritet të sjellë shumë surpriza, ndaj na mbetet të presim mbrëmjen e sotme për të parë se kush do të jenë konkurrentët zyrtar të Ferma VIP 3. Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe në kanalin Zona VIP.